është një shembje e rrugës dhe urës që s'mund të ndodhë të kur në qoftë se nuk do t'i gryenin lumin dhe mbështetjen e saj në skarpatin në lum. Me pa asnjë model është ndërhyrë në lum dhe është shemb ura, hekurudha dhe rruga. Shembje që s'kan asnjë lidhje, as me motin, as me mbi pesha, po janë krejtësisht nga dora e njeriut. Dhe, si që keni pa, nuk ka mbetur segment rrugë të ndërtuar nga dyshja Rama Balluku që të mos jetë shembur. Shembet, rruga, Kuç, Fterë, Lumit Vlorës, shembet rruga në një fshat tjetër në Korçë, shemben rrugët në të katër anë të vendit, sikur t'ishin ndërtuara me kasht dhe jo me strukturat e duhura të ndërtimit. Të gjitha janë veprat korrupsionit. Ajo që është më dramatike, se vetë shembja, është heshtja kriminale e organeve të prokurisë. Asnjë të arrestuar, asnjë të marrë në ndjekje. Të gjitha rrugë pa përjashtim, të shembura. Shembet unaza e Burrelit, shembet rruga e Arbrit, shembje dhe kudo vetëm shembje. Dhe sigur ato i kanë ndërtuar alienët, dhe jo kompani të kontraktuara nga qeveria me parat e takspaguesve. Nuk veprohet sepse parat janë ndarë me qeveritarët. Kjo është. Kurse vetë, Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Ka shkuar me 2 helikopterë. Helikopteri Tiranë-Korçë shpenzon 15.000 euro udhëtim. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjuajnë me domate dhe vezë. Kudo që ta shohin. Vezë dhe domate dhe vezë kryehajdutit. Ky duhet të jetë qëndrimi i qytetarëve shqiptarë në çdo skajk ndaj çdo qeveritari.